Ju spjegoj ekonomi moderne nga një provim që kam pas në Köln kur kam studiu, në Gjermani. 1999 penik. E njeriu kur shkoje me blen dyqantative, e shefat njishin 1000. Pse nuk pe shef 1000, ka kujtu se e ka ble ma pak se 1000. E një fenik e ka ble ma pak se 1000. Po qaj njishe për para, ja ka terru 1000 mark të mas, pi pa kujdesit, qka po ndodh, qka po bojnë tregtarët profesional para ati gjahilit kur blen. Ekonomistët profesional, ato shumë të mdhajt, i bojnë dyqanët rafsh me sakakun që ta shtin fëmijën në dyqan edhe plakun. Rafsh të ai shka me kulisin valid, nuk ka nevojna për shkall me i paj drejt himrena, pej sakakit drejt në dyqan. Me kulis edhe atë duhet me shtim rena me pashka, kose edhe ai ka parë në gjep, edhe para të ati janë si të ati 25 veçarit. Edhe mund der i ke gjonat që nuk duen. Kur të ishë nder, ato shka i blen 3 vet një her ati i ke. Për shembol, jak në rrypit, e ke mund der, 20 rota, i ke ati e tja, për dit blen ventjaga. Patligjonat, kastravecin, kosin, salatën, supën, mund qërsh duqonit a gjep poshtë, eventualisht. E pse kështu, dhe që ato shka s'duhen t'i këshirës të shku tani. Bangla ki e ki ble gje. Ti blen ato shka duhen që se ke e qare, edhe njëheri më shonë duqonit të dal. E pra me smrami ku pagun, ati qka ke me smrami? Ati ke do kep në qese, ati ke pak sapun, ati ke do cigare, edhe do palaqa, edhe do rezila shka hiq, edhe pato ban për një me, ban pato, e ti vesh qep në korpëntone, edhe me smrami pak pa i dhonë parët, mos i ti për shparët edhe një dirake. E kështu kanë thona i populli ative. Por dit po blejmë ka 20 mark ma shumë se sa po dalim me ble. 30 dit 600 mark. Se din shka po ndodh. Ekonomia moderne kështu i do në gjona, gjematin dershëm. A Rasulullah i shka thanë hadith? Allahu e boft me rahamet. Zbritët në mashirën e vetë. Mbi një njeri i cili kur të shese, lëshon pak. Kur të bleje, lëshon pak.